Në ambientet e Muzeut Historik të qytetit të Lushnjës u zhvillua mbledhja e radhës e Asamblesë së Degës së Kryqit të Kuq në Lushnjë, me pjesëmarrjen e anëtarëve dhe të qytetarëve. Në fokus të këtij takimi ishte prezantimi i rolit dhe veprimtarisë që kjo degë zhvillon në kuadër dhe në shërbim të komunitetit në Bashkinë e Lushnjës. Pjesë e aktivitetit ishin dhe përfaqësues të strukturave drejtuese, mes tyre sekretarja e degës Luiza Petova. Gjithashtu në këtë asamble morën pjesë kryetarja e Këshillit të Degës së Kryqit të Kuq në Lushnjë, Entela Këmbora, si dhe i deleguari i Këshillit Drejtues të Kryqit të Kuq shqiptar, Genci Fezaj. Gjatë mbledhjes, mbi 50 vullnetarë aktiv të Degës Lushnjë raportuan mbi aktivitetet dhe projektet e realizuara për gjatë periudhës 2023-2025, duke vënë pa kontributin e tyre në ndihmë të shtresave në nevojë. Fjalën përshëndetje mbajti sekretarja e Degës së Kryqit të Kuq Lushnjë, Luiza Petova, e cila falenderoi pjesëmarrësit dhe përfaqësuesit e Kryqit të Kuq për praninë dhe kontributin e tyre. Ju falenderoj që keni ardhur sot si antar të Degës së Kryqit të Kuq Lushnjë dhe si qytetar të Lushnjës. Neve sot po organizojmë asamblenë e Degës, e cila do të bëj analizën e punës 3 vjeçare, vite 23, 24, 25, si dhe do të shikojmë, do të miratojmë dhe buxhetin dhe projekt buxhetin për vitin 26 dhe vitin 27. Projekt buxheti. Tani kemi të deleguar nga Këshilli Drejtues i Kryqit të Kuq, zotin Genci Fezaj. Ja ku e kemi, e falenderojmë që na ka ardhur. Dhe Gjil Danushi, e cila është punojse në selin e Kryqit të Kuq shqiptar. I falenderojmë që na kanë ardhur këtu për të ndjekur punimet e kësaj asambleje. Më pas, takimi vijoi në formën e një bashkëbisedimi të hapur dhe konstruktiv, ku pjesëmarrësit ndanë mendime, ide dhe sugjerime. Në këtë frymë bashkëpunimi u përcaktuan dhe objektivat kryesorë për periudhën 2026-2027, me synimin për të forcuar më tej rolin dhe ndikimin në shërbim të komunitetit.